Avokat është thënë shpesh që pritet arrestimi i Ramës, pritet arrestimi i kryeministit Rama. Kush e ka në dorë avokat që të ndodhë një gjë e tillë? Kush e ka në dorë ai Altin Domani. I ka tëra dokumentet ja kanë çuar. Ai Dahajno e çoi të plot dosjen e korrupsionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kanë amerikanët. E kanë. E ka ambasada amerikane. Pse nuk po e bëjnë unë këtë pyetje po bëj, si kundër më dëgjove deri tani. Këtë pyetje po bëj. Pse nuk zbatohet ligji? Pra, kemi një pushtet që i binet ligjeve, apo kemi një diktatur që bën çfarë do qefi një sharlatani si Edi Rama? Kjo është. Ai opozit përballë s'ka, sepse janë bashkë që të dy, bolshevikët shqiptar, edhe ndaj nuk bëhen arrestimet. Se di. Pra dosja është dërguar. Dosja ka vajtur në Amerikë. Dosja ka vajtur, është e plot. Se dim shpresin. Unë flasë për ato gjëra që kam informacion dhe që i vërtetoj kur i them. Ndërsa, se çfarë ka bërë Spaku, si ka bërë, çfarë ka zbuluar, çfarë ka mbetur pa zbuluar, ku janë parat e tyre, u ka sekuestruar apo jo, i ka gjetur në bankat në përbot apo jo, etjera, këto s'kam si di unë i din ata. Avokat, si shpjegoj që Rama është një personazh shumë i fuqishëm në Shqipëri, po jo vetëm, pra ka lidhje shumë të forta me njerëz të fortë pushtetit. Me njerëz anti-shqiptar që jetojnë në Amerikë. Me ata, me Sorosin. Ja vajti të Sorosi. Sorosi është në kupolin e masonëve të botës. Janë ata që na e bin gjitha këto. Pra ju po thoni që Rama është pjesë e masonëve? S'u bërë fjalë fare që është mason ai, po. Nuk merr dot pushtet, jo në Shqipëri, por në asnjë vend të botës nuk merr dot pushtet pa hedhur firmën te masonët. S'kemi ç'u bëjmë. I bie që edhe Donald Trump të jetë pjesë e masonëve, apo? Se di. Deri tani duket sikur ai po lufton kundër tyre. Deri tani, nga informacionet që lexojmë, nuk ka po në Shqipëri kush është edhe përveç Ramës pjesë e këtyre strukturave masonike. Po të tërë. Rama, Berisha, Ramizalia, Enver Hoxha, të tërë mason kanë qenë, pjesë e masonëve, tërë të rekrutuar për atyre. Nuk merr pushtet në Shqipëri, nuk merr karrike në Shqipëri pa hedhur firmën tek ata, harroje. Këtë e din të tërë ata që merren me politikë. E din të tërë. A çka kërkojnë në shërbim të kësaj? Ja, të marrin Shqipërinë e shqiptarët kështu. Të grabisin pasuritë shqiptare, të boshatisin Shqipërinë, ta mbushin me të zinj të ardhur nga djalli sëmës, ja këtë kërkojnë. Duan të çrrënjosin kombin shqiptar, kulturën shqiptare, historinë shqiptare. Merrni shikoni librat, nuk shkruhet në librat shqiptare historia e shqiptarëve, nuk shkruhet në librat e shkollës. Merrni lexojini. 5 fjalë të thata kanë për çdo ngjarje historike që duhet të kishte volume të tëra historia shqiptare që do mësojnë në shkollë. Nuk i bëjnë. Ne pra që ta çfarosësh një popull, hiqi librat, hiqi të kaluarën. Mos i mëso brezat me historinë e të parëve të tyre dhe pas 3-4 brezash ata kanë harruar se që janë. Avokat, çfarë do zbuloj nëse SPAK vendos që sekuestroj të 140 telefonët e deputetëve? Çfarë do zbulohet? Të gjitha pistollqet që kanë bërë, të gjitha, jo të gjitha, se ata pjesën më të madhe se mësuan, e panë që dole nëpërmjet këtyre hetimeve që u bën dhe informacioneve të ardhura nga jashtë, kur e panë që çdo lloj telefonate dhe çdo lloj kompanie i përgjoheshin telefonat, tani pjesën më të madhe të punëve i bëjnë me korrier, me dorë, pa folur në telefon. Dhe jo të tëra do të zbulohen. Megjithatë, kjo varet nga ata që kanë mundësi në dorë të gjykojnë, të hetojnë, të kontrollojnë, se di. Avokat, si shpjegoj që Fredi Peleri është eurodeputet në një kohë që mund vinë në Shqipëri, mund bëj takime lirshëm, edhe akoma ne me Greqin kemi në diskutim ligjin e luftës, çështjen çame, tokat që akoma si kanë marrë ata. Se kërkon qeveria shqiptare asnjë. Qeveria shqiptare është në dispozicion të atyre. Qeveria shqiptare është në dispozicion të grekëve. 100%. Në të tëra rastet, në të tërë politikën e këtyre të paktën, që nga pse shkojmë larg.
Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me Greqinë u rivendosën ose u vendosën në vitin 1974 kur në pushtet në Greqi ishte junta e kolonelëve. Por në pushtet të Shqipërisë që Enver Hoxha, i famshëm adetar dhe komunist dhe patriot i Shqipërisë, spiuni 100.000 spionazheve që nga i shërbimit sekret të Zogut, që nga italianëve, me gjermanë, me drejt, me anglezë, me drejtje me të birë. Zotëri, jemi të tradhtuar në Shqipëri, vendosen vetëm tradhtarët e kombit shqiptar në pushtet. Ata e marrin pushtetin. S'na japin pushtet neve, që e dim se ç'është adheu dhe ç'është Shqipëria, ç'është populli ynë, e ç'është kultura, ç'është e kaluara jonë. Jo. Ja kështu. Avokat, po jemi këtu te marrëdhëniet me Greqinë. A duen pari dhe njërë këto marrëdhënie dhe Kush i shikoi? Çfarë do ndodh me detin që e kemi akoma në diskutim? Ne e kemi rëzuar atë marrëveshjen e detit me vendim gjykatës kushtetuese. Grekët e kanë miratuar në parlament dhe grekët kanë ardhur dhe 5 kilometra përballë Himarës. Qeveria shqiptare ku është? Pse nuk ngrihet? Pse nuk bën një not proteste qeveria shqiptare? Po thot Edi Rama pa pikturpi, bërë more tradhtari i pështir. Je tradhtari pështir ti që thua do ta çojmë në Hag çështjen e detit. Deti është i shqiptarëve. O që futi, o hebreu Edi Rama. Zotëri, është tradhti marrëveshja e detit me Greqinë. Dhe atë tradhti e bëri Lulush Basha me Sali Berishën. Natyrisht me miratimin e këtyre. Lesestani çuan këta gjasme, u bën patriot këta dhe çuan gjykatën kushtetuese. Këto janë lojrat e këtyre për të thënë që shiko se ne jemi opozit. Jo, janë bashkë. Dhe e kanë tradhtuar çështjen shqiptare. E kanë tradhtuar, as më shumë as më pak. Avokat, ne ishim javës që shkoi në një intervistë ku ju pyeta nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin. Dhe ju ndër të tjera tha që shpresoj që një gjë e tillë të mos ndodhë. Ndërkohë të dielën SBA vendosën që të bombardonin 3 impiante bërthamore të Iranit. Si gjykoni këtë vendim të tyre? Shiko. Kemi disa vende që janë të armatosur me armë atomike. Indi, Pakistan, Kim, Rusi, Gjermani, Francë, Angli, Izrael. Pra, këto vende i kanë armët atomike. Izraeli pse të mos i ketë? Irani, më fal. Irani pse të mos i ketë?